العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم. Nderuar xhamat, pak me vones sa dersën e sodit ta keni ndërmend se dersët e tona ditën e xumës kanë kohën ora 11. Po kërkojmë një falje sot për këto 15 minuta në radha qera, kjo nuk do të thonë se marr më vonë, për shkak se ne inshallah me izin Allahu xhalla xhelalu ora 11 sipas rregullorës tonë dersët e qera këtu jemi. Na jemi në xumën e parë mas mujit madh, mujit të shenjt, mujit Ramazanit, për të cilin Allahu xhalla xhelalu e lutëm edhe po e lutim që neve muslimanve gjithë ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe neve kabul të e këtë bojë inshallah. Po e lusim Allahu xhalla xhelalu me zemër që prej se kemi hinë atë muj e deri ditën e fundit të ati deri ditën e fundit të ati burrave, fëmijëve, ative nxënësave vogël shkollës që për herën e parë e provuan mujin më të lezetshëm, ibadetin më të lezetshëm të mujit Ramazanit, edhe ative inshallah Allahu xhalla xhelaluhu në sahifën e sevapeve të veta ja shkruan edhe ja vruan këtë ibadet të madh. Edhe inshallah fëmijët e vegjël për të cilët pamë dhe ndëgjuam edhe i vetëm edhe u takuam me ta se në këtë Ramazan ditë shkurt agjerun edhe ato 7 veçarët, agjerun edhe ato të fërshnjorës dhe një ditë ati këtu, inshallah Allahu xhalla xhelaluhu lusim që ki Ramazan të këtë qenë gurë themeli për ushtrimin e ative, se Ramazani hemen kadale ka morë të pozën të kavera. Inshallah është Ramazan gurë ushtrimi për ditët e ative që kanë me agjeru verës. Pse po i thomë këtë di fjallë? Po i thomë këtë di fjallë se ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam njeriun për gjithësi shejtani e prit në disa posi, e prit në ato posi ku a i ka dëshirë kja shtramon rrugën. Pra mos në ndorë, për këtë të thëmë, mos në ndorë inshallah mo që kur dalë Ramazani verës njerëzit e tonë prapë lohatën, sukur shka janë lohatë dhe i kemi pak lohatur një në dimni të ha verës falu Ramazan, mësu falë Ramazan, e inshallah pra po e lusë Allahu xhalla xhelaluhu bashkë me juve për di punë ative fëmijëve që agjerun këtë Ramazan, inshallah ushtrohen për Ramazanin e verës i cili ka sevapet e veçanta, edhe burrave të cilët u falen këtë Ramazan, inshallah është burë themel për ushtrimin e faljes namazit kur sa është Ramazan. Unë me juve sot me xhamatin tonë do të hapi një temë për të cilën do të vanohemi ndoshta pak, nuk do të kemi kohë me i majtë sipas ligjeve të ligjeratave tona disa gjumoja në këtë temë, për shkak se na me kalimin tonë prej mujit Ramazanit kemi kaluar mujin Shawwal, mujin në të cilën kemi dëshirë më një herë me bani lutjet e xhamati jon, lutjen për të cilën xhamati jon shumë herë tash nga ulemat e tonë informuar se e kemi një lej borxhi me një mënyrë në mujin Shawwal, minimin e një 6 ditave mas Ramazanit, të cilët janë në konsiderata të Allahu xhalla xhelaluhu 60 dita me pagesë. Pra në Islam gjonat paguajnë jam me 30 ditë kanë kalu. Janë paguajt me 300 ditë, agjerimin e paguajnë ditën e kiametit. E që ta kush ban nga erat prej neve, me i bërë 6 ditë ninim, kush ban nga erat prej neve, me i bërë 6 ditë ninim na file janë këta, nuk janë fazë, në mujin Shawwal, ka thonë Rasulullah a.s. Kana lehu ka sawmi dahr, ati i konsiderot agjerim imri, i konsiderot agjerim jeta. 300 ditë Ramazan,
edhe 6 ka 60, 360, ashtu 5 ditë zati janë bajram, kështu merë fund moti. Kështu krijet vjeti, inshallah ta'ala. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu, po e lusim që gjemati jonë të ketë sabër, edhe këtë 6 dita të plotëson, e të konsiderohet një vjet ninim, e për vjet kështu inshallah, kur dalim para Allahut, para në ditën për të cilin sot jemi përcaktu t'i bojmë disa biseda mas këti ibadetit më. Allahu Jalla Jalaluhu në ditë inshallah me kollajlëk në i bjen, edhe punët e tona në i jep më të rritura se sa i kemi bona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në Kurani Kerim ka thonë: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Na do të dalim gjematin ndershëm me një ditë prej ditave kur Allahu Jalla Jalaluhu ta cakton, edhe realitet ajo ditë të Allahu është e caktuar kur do të dalim para ati për llogarien tonë. Prej punëve që do të ndodhin atë ditë, në atë ditë, dhe وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ, na do t'i vëmë peshojat e drejtësisë. Na do t'i vëmë, ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu, peshojat e drejtësisë. Shumë si ka pru Kurani Kerimi, nuk ka thonë peshojen, po ka thonë mawazin. Ka thonë do t'i vëmë peshojat. Ndoshta mos të ndodhi inshallah që më mirë Allahu e din se përsej cëllin pesh veti pasi që na 50.000 vjetë kemi menejt, 50.000 vite kemi menejt para Allahu në kam. Për llogarien tonë, një ditë Allahut 1.000 vjetë tonat, inna yawman 'inda Allah ka alfa sanatin mimma ta'uddun. Një ditë Allahut është 1.000 vjetë tonat, me kësi vite 50.000 vjetë do të rrim kam për llogarin. A ditë të Allahu një punë prej punëve, të cilën do të bojmë, do t'i vëmë peshojat për matjen e punëve t'juve. Edhe në fela tuzlamu nafsun shay'a, edhe me siguri e 100% se kërkuj, askuj prej juve nuk do t'i bojmë zullum. Peshojën do t'a vëmë për tregu se ne punojmë me drejt, edhe punët e juve a dit me drejt do t'i matim, ka thonë Allahu Jalla Jalaluhu. Fela tuzlamu nafsun shay'a. Njeriu ka qef, njeriu është interesuar me dit, mush të gjamije mere, mush të gjamije, ndoni bura, mush të gjamije. Interesuar me dit, se derikatet shkojnë punë në dit, që Allahu pas ka thonë në Kurani Kerim punë dhe të këshirin me drejt. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim: وَإِنْ كَانَ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Edhe një kokër, khardal i thëjnë, na i thëjmë një bari, populli i thotë ndryshe si cili me rafine në vetë, na i thëjmë mel. Një bari të thëjmë mel, aj fa bari ka kalli, edhe në atë kalli ka kokrat e veta. Një kokër e që ati bari të cili në gjuhën tonë mel i thëjmë gjuhën arabisht e khardal. Dhe me thonë, Allahu e ka morë këtë bari për shembull, për shkak se mas shumë të janë shistërvitin këtë botën, këtë njerëzit e din, pa morë parasysh kush ka i thënë gjuhën e vetë, edhe e ka morë për shembull se është nga barnët i cili barnë në vetë e kokrën më të vogël, pra për të vogël e ka morë për shembull. Do të nëse e ke bo një punë prej punëve edhe e ka për ka vëgjëlia, është sa një kokër e melit atë ditë në atë peshen që kemi me ti matë punë të dhe atë kemi me vu. Ka thonë, fela tuzlamu nafsun shay'a, për mos me të badam, për mos me të hangër haku. Pyetja e gjematit, e ka kohën me pyet, ka thonë, po pse? Pse bashkë këtë mailin e ka pru për shembull për ditën e kiametit? Pse ka që të vogla punë me në i këshirë? Po, se nuk e të fjallë, të më falë, nuk e të fjallë, fjallën khardel, e ka sjellë Allahu në Kurani Kerim surat Luqman, e ka sjellë Allahu në Kurani Kerim surat Luqman për një gjohë. Për një gjohë shumë në rëndësi edhe shumë ngusht e lidhën me neve. Luqmani i thot djalit vetë: ja buneja, pos qerave vasijete, pos qerave kshila që ja dhatë birit, edhe dhe qerave i tha: ja buneja,
O e vladi jem, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi l'ardi jeti biha Allah. Me qenë se për tije e ka caktua Allahu Gjelle Gjelaluhu për atë që keme hangër, e ka caktua Allahu Gjelle Gjelaluhu me ngronti një kokër melit, tije ta ka do, edhe asha jo në mesin e rasave të kodrave më të mëdha shtrenguar nga gurt më të mëdha në këtë botë, ose ashtë në qiell nalt, ose ashtë thall në thallësit e tokës, ashtë e dar e caktuar për tije, ti ki me hangër. Kështu i tha Lukmani Gjallibrat. Ata ti ki me hangër, mëse më zhit fare. Por ti duhesh të shtrengosh për atë anën që lipët prej tije. Duhesh që jesh i shtrengum për anën që lipët prej tije. Do të thot, ti duhesh nga ish mas punës. Ska islam pa punë. Ska islam pa punë. Allahu Gjelle Gjelaluhu njërin toni cili me ndonë, muafruta Allahu Gjelle Gjelaluhu pa punë nuk e donë. Për shkak se islami është në digjisma i damë për ka kja aspekt. Islami është ibadet edhe islami është punë. Pra edhe puna në islam është ibadet. E gjithë vepra, e gjithë veprimin islam është ibadet. Pra, ti duhet të angazhohesh për punë. Ate që është e caktume, ate që është e caktume, ki me hangër. E mirë, fjala khardal, ka arë në ajetin e parë të cilin kemi në, këtu punë me ta, thanë, peshoj ditën e kiametit, edhe një kokër të mejli që ka ke bo kemi me motë. Pse kështu? Ka në surët Lukmane jajta fjallë në khardel, ne edhe me nga të regu Allahu Gjelle Gjelalu se kur ishi ju në këtë botë, kur ishi në dunjoju, a ju arë shumë mirë juve kur ju thamë na se edhe një kokër mejli nëse e kemi da prej juve keni me hongër. A ishte mira e punë po? A ishte të knoqën me ate se kjo punë shka është, ajo gjohë që ju keni me fut në barku në ju, është e caktuar edhe e garantuar. A ishi me këta të knoqër? Po, ishmi të knoqër. A ishi të knoqër me atese? A i baba, i cili ja dha, Allahu Gjelle Gjelaluhu 10 fmi. Ja dha Allahu Gjelle Gjelaluhu 10 fmi. E në mërzitaj. Për shkak se qeshtjen ekonomike e konsideron të se e ka dobet. Pati frikë. Allahu Gjelle Gjelaluhu tha, më s'ke frikë, se keme hongra atë shka është e caktuar për tije. S'ke frikë. A ishe i knoqër me këta po. Kur ke qenë pra i knoqër me ate se një kokër të melit në këtë botë që është e caktuar për ti keme hongër, duesh me dit ate se nesër ditën e kiametit për ate logarika. Njonja me qetrën baraspesh në islam vinë, njonja me qetrën në islam vinë baraspesh. Kur kam qenë i knoqër me ate që e kam shfridzu prej të mirave të Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë botë, duhet me qenë i pajtuar se për ate në atë botë ka logari pra. Ka thonë, wa në dau الموازين القسط اليوم القيامة kemi me i vuna pra peshojat ditën e kiametit fala tudhlamu nafsun shay'a kur kuj as kuj s'ka me ju bo zullumi ma i vogël asa një zarra asa një kokër e një melit s'kemi me i bo dam kur kuj do thot kemi me i mot punt me drejt fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kanat habbatu min khardal edhe një kokër mel wa kafa bina hasibin ta Allahu Gjelle Gjelalu s'ka nevoj me lo kokën shumë vol jam unë a i logarusi vol jam unë a i ma i drejti që me drejt ka me vepru prej kësaj fjales me drejt kemi me avmot punt gjemoti musliman njerëzit në këtë botë më njëherë da në di pjesë njerëzit në këtë botë në këtë dunjo da në di pjesë njëna pjesë prej këti ajeti tutën fort pse me drejt e qetra pjesë knoqën fort pëse me drejt. Kush frigot edhe kush gëzohet nga kja jetë? Frigohen ata njerës të cilët punët i kanë përzijara me loj laramanie, frigohen edhe kanë drejta mu frigu, se me drejt. Gëzohen edhe pajtohen, rahatohen njerëzit të cilët kanë qenë sinqert këtë botë, edhe kanë mendu edhe kanë vepru vetëm mirë, gëzohen nga kja jetë shumë se e din që atë punë që e bona nesër pa e gjesha, Allahu nuk për më bajka me hile. Deri ku dhe të shkojë puna thellë, deri ku dhe të shkojnë punët nuk kam kohë me spjegu sot gjëmotin dërshëm. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu, deri atje thellë dhe të shkojnë punë ditën e logarisë, do të merë robin e vetë,
në sjetullat e rahmetit ati, edhe do t'ja ban me dije një pun të cilën a e pat bon këtë botë këto dhe e pat mësha prej këtë njerëzve, kur kush nuk e dike fara se e ka punu a pun e zuni deka. I armë dekja dhe se diti kush, Allahu Gjelle Gjelalu ditën e kiametit do t'i fol në veshin e ati, filan punën keqe e pat e bo, si pat e tregu kërkuj, ne e dim se e ke bo, po ta falim, ne e dim se e ke bo, po ta mbulojmë, hinë gjennet. Kanë pyet njerëzit, ka thonë, pse edhe ketë Allahu Gjelle Gjelalu, pse se men këta kështu mbyllën pra? Ajo veproj edhe mbyllit letën asaj pune, nuk i lajmëroj kuj. Pse Allahu nuk e mbyll pra? Jo, Allahu Gjelle Gjelalu me pas dash, ta kish qit në shashat keqe, pa i për ka respekt e vendari, që deshti ti e si robnatin, nuk e zbuloj edhe aj, mbasi që ti se zbulove, ama ditën e kiametit tha, nuk do të lishoj, pa të thonë se këta ke pas bo, se hinë gjennet ti e thu, që këtë punën se kishin dit këto. Qa qka e pata bo, se kishin pa këto. Allahu Gjelle Gjelalu tha jo, e patëm pa, po ta mlum, hinë shtin gjennet pra. E patëm pa, ashtë e shkruar, po ta patëm mbulu. Inderuar i gjemot, Allahu Gjelle Gjelalu u Gjelle Shanu në Kurani Kerim ka thonë. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين. Na do ta hapim librin e ditës kiametit për fjallën liber për të cilën ulemat kanë dhënë komentatorët e Kurani Kerimit kanë dhënë mendime të ndryshme se shka është kjo fjalla kitab në këta jetë, a është fjalla peshoj, a është fjalla liber e cila i përfshin punë të kejve, a është fjalla njëjës, a është për qëllim shumë si përsejt cëllin librën e vetë e kjo është me vërteta se përsejt cëllin librën e vetë në të nxjerrim ditën e kiametit ku keme i lezu tjere unë e punë të tua, ti tuat e unë të mijat. Wa wudi al kitab, me nxjerrjen e këtij libri prej arhivit Allahu Gjelle Gjelalu ditën e kiametit. Me njëherë nuk ka fut Allahu mes kësaj fjale edhe diçka i qetër sen po tha wa tara al mujrimine mushfiqin, tha kriminalet e lajmërojnë këtë rast frigën e vetë të cilën e kishin të mshat mrena edhe mendojshin se ndoshta do të kalojnë me një mënirë prej mënirave ashtu që shkalojshin këtë botë në përmet rishfatit apo në përmet vlonave apo në përmet njoftësive të veçanta do të mendojnë se edhe agje po Allahu Gjelle Gjelalu duke e prit në ditë as do të një vetë në kom a do të ndodhë kjo as do të ndodhë a jo me siguri se do të ndodhë fa Allahu Gjelle Gjelalu wa wudi al kitab. Na do t'ja mdherim librin e punëve t'juve pra, do t'ja afrojmë librin e punëve t'juve, fa anna men uti e kitabehu bi jemini, fa saufa ju hasebu hisaben jesira. Ati që do t'ja mdherim librin ka unë e gjatë, logaria ati do t'jetë letë. Wa amma men uti e kitabehu vara dhahri, ati që do t'ja japim librin me ledzu prej kashtina, fa saufa jedahu thubura, a i njeri ka me kërku një loj rrugdalje prej rrugdaljeve të pamundshme, prej rrugdaljeve të cilët a i mendon me vetën se dilet për shkak se kur i ka bërë disa kriminalitetin këtë botë është përbina përmet mënirave kësaj dunjohe e ka dalë prej garriqeve, ka dalë në përmet birave të shtegjeve të kësaj bote edhe akurtalis mendon se edhe ditën e kiametit kësi garriqe edhe kësi hujt kalt garrave me ishkel me kalu për mita ashe mundur. Allahu Gjelle Gjelalu tha jo, në këtë ditë tashmo si nxalë kjo asaj që kjo alë prej asaj, nuk i nxalë fare, dalimi është shumë i madh. Wa wudi al kitabu fatara al mujrimine mushfiqine mimma fi, të friguar, të mronën nga veprimi i vetë, të mronën edhe të hidhruar nga pjesët e trupit të cilët e kishin thirë një ditë për ditëve dhe nga nefsi i cili e kishë thirë një ditë për ditëve me vepru kriminalisht. Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu tha sot është megja e cila është pa të i kaluar, nuk të i kalohet sot kjo këtu, 50.000 vite do të rrinë kom, logarien do të amosim me të drejt, edhe kokrat e melit do të qesim peshoj, edhe ato do të shifni që ka keni vepru, por mos u tut një muslimën, mos keni frigo njërës të ndershëm, se edhe mui Ramazanin qatë pesh do të nëhot, edhe se vapi mui që u bo, edhe ajnat pesh do të nëhot, edhe se vapi i sifirit qati do të motët,
edhe sevapi i iftarit që ati do të motët, edhe sevapi i namazëve që ati do të motët. Mos ke frigo i sinqert, mos u tut për asaj dite nëse je din vetën se je i sinqert. Edhe ato gratë mos të kenë frikë, se edhe ato sevapët e pregaditje dhe ati si firit kër flishin qërë, edhe aj motët qëto. Mos të kenë frikë ato se me pregaditje e iftarit, edhe ajo motët këto. Mos të kenë frikë ato se edhe nderi i burit që atit kur tutën ato, edhe aj motët ati. Mos të kenë frikë ato, mos të kenë frikë fare nëse janë të sinqerta. Se edhe roja e shtëpijës, edhe pasurijës burit, edhe marja e lejës prej ati me dalë prej shpije, edhe ajo dit këtu motët edhe shumë ranë vend. Po kush të ketë frikë pra? Këtë frikë ajo grua e cila shëriatit Allahu Gjelle Gjelalu jerneqe i ka qitë. Këtë frikë ajo grua e cila me ndonë se kjo bot është bot në të cilin do t'jesim, në ti frigohet Allahut, ajo gruja e cila ka dalë prej shpijës burit pa pyet fare, edhe duke thonë ajo me mjeshtrit e veta të përbira të fitura nga sistemet e huja, e të dash me i tregu njerëz me filozofit fat edhe të kalp, edhe filozofit mykt, se unë edhe burri jemi të marrën vesh një herë për gjithmonë, kush ka dojë me shku s'ka gajle, se na jemi marrë më një herë vesh edhe s'ka ma problem. Kjo në të frigot, se Rasulullah a.s. ka thonë, e juma mratin kharajat min bejti zaujiha, bi gajri idhni, la'anaha Allahu wal malaiketu hatta tërgja, se cila grua, e cila prej burit, prej pragut burit vetë ka dalë pa pit burit, Allahu edhe malaiket e malkojnë dirit këthejat të shpia. Kjo në tutët kjo, në tutët prej Allahu Gjelle Gjelalu ajo grua, e cila ka e këshamin edhe shat men para njerëzve se ja kjo për e lip koha tash, në tutët prej Allahu ta i burri i cili është moshkull posan burr, i tutët në tutët prej Allahu Gjelle Gjelalu a i cili ka marrë grua e sa shbo hijen bita, në tutët prej Allahu ta i burri i cili është martu e ka marrë robin e huj edhe zdin ati robit huj mi dalë zot që shka porosit Allahu Gjelle Gjelalu hu e Gjelle Shanu, në tutët a i burri i cili për i kësaj dite i cili nuk është bonë në sjetula me modhe dhe garanca me modhe, kalaja me modhe e gruës vetë, ku ajo rrin edhe rrin e mbrojtër së në hinan miku në mrena dirve të kalas me pa nga me pa shka ka aj dëshirë me pa në tutët a i burë, në tutët a i burë i cili ka hongër harap, në tutët fort për i kësaj dite a i që qetri që ka bo me hile, në tutët fort a i qëllë qetrin e tharoj edhe e varoj me fjallë, a i në tutët për i kësaj dite, po mës tutët a i qka ka falë namazin, mës tutët a i qka ka falë drejt, mës tutët a i që suka tutët miletit vetë, mës tutët fara a i që suka tutët popullit vetë me i thonë se e keni gabim, kur e kanë ato gabim, në tutët a i cili e ka pa popullin gabim edhe e ka limu për koke, se të mdojnë mu e mës në prishin qefin, se po folin keq si ta foli hakun, këto në tutën këto. Këto në tutën me tja kem detën asaj dite, se kjo dit para të parasin njerëza shumë dit e ronë. Dhe në vudhe al-kitab, fatara al-mujrimin e mushfikin e mimma fi. Wa yakuluna, ja wejletana, ma li hadhe l-kitabi, la yughadiru saghiratan, wala kabiratan illa ahsaha, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب وزت mirtna çfarë libri ki libër kana që na u pas ka dhënë mas veprimit ton e s'pas ka mungun te as ajo që është e vogël as e madhja. Allahu Gjelle Gjelalu e ka radhit voglën para të madhës në Kur'anin e Kerim, ka thonë la yughadiru saghiratan wala kabira. Pse e ka radhit voglën para të modhës Kur'ani Kerim? Për çfarë arsye a thu? Pse s'ka thonë, as të mloja si pas ka arru që i kam bëhës voglët, po ka thonë, as të voglët si pas ka arru, as mlojat. Kur janis ti me gabu se eftin këtë dunjo, pi ka janis, a pi ka të mlojat e pi ka të voglët. Kur janis me u halit, me elishu rendin, pi ka cëllën pun janis. Cëllën pun e lën ma ispari për abo, a një të voglën e lën për abo, a një të modhe. Në fillim janis një të voglës me lonë. Tani kur talish një të voglës sot, halitësh edhe lasdrosh e i ban një park shëtitje vetë vetës
me lanë nesër edhe një të vogël qetër. Pra, kur ti lish 7 ditë, 7 vogla pa bo, të Allahu Gjelle Gjelalu bëhat një e madhe. Të në një e madhe me këtë një të madhe këtë anë të keqë që vinë barabar. Edhe të bëhen gjonat njëjta. Ato faktikisht nuk janë njëjta. Bëhen gjonat njëjta. E tani sa halitësh, kur ti lish këto që Allahu Gjelle Gjelalu të ka thonë me i bo, janis me i bo ato që ka të ka thonë mës me i bo, pra. Edhe ati janis pika të voglet. Që piku janis? Thuë ti me filozofien tonë, o njeri i kësa i kohë. Rakia, po e dim që është, rakia po e dim që është haram, këta po e dim. A për piven më sjapin zërë o gjallarë dhe laj, ajo më dhije që janë shalal ajo. Ose janis pikat vogla të thu, si pas disave, une se po pi, nuk po pina, unë s'po pina, se une po e pi me men, po e pi me men, e pi një deci, edhe qona, si jam si ato si të hundën mos di muqu. E unë po të tregoj pra, në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu, si që kemi tregu 100.000 herë për para, bashkë që shkam tregu lemat e tonë para neve të ndarshëm, Allahu i më shirof në vorët e ative, dhe ma askara ka kathiruhu, wa ka kaliluhu haram. Hadis, ajo që shumita asaj të band pite dhe të bandej, pike asaj është haram. Pra, një pik piv edhe një cistern viski janë të barabartë. Një pik piv, një pik ven edhe një cistern viski janë të barabartë. Shumica e kësaj shka të banë me i pi 400 piva, shka bosh? 400.000 pi shpanol, shka bosh me i spromi? E bosh dros dhe, alos me dhja bosh lampari. Lampari bosh, patos i përzim me loq. Pra pakit shumica asaj është haram. Piku fillon ti? Piku fillon a i shka ka njët me gabu? Piku fillon a i shka nuk ashtë në këtë din i rajosër? A i fillon për një filgjanit. Pra Allahu Gjelle Gjelalu prej të voglis ja ka njës. Ka thonë la ju gadiru sagiraten wala kabira. Ku e fillon sefte? Kur të kalesh në pazar, i shef sot në këtë zamanin tonë disa trijeza, tu i shit disa letra, janasibe kanë emnin gjuhën arabe, e në gjuhën moderne kanë emnin loto, në gjuhën moderne kanë emnin toto, në gjuhën moderne ka emnin moto, e mas këtive shka më shefët pra, më shefët ondra jote o djaliri e kalt, më shefët ondra jote e mikt, se ti në bingo apo në lotën e shtetit Gjerman një ditë për ditëve kur qosh sabale në ditë për ditëve kur je që në gazetën numri jot i nëzirën me 5 mark kanë dalë 1 milion volmir e i lumi ti pra i lumi ti që ditën e kiametit kur dalmi para Allahu Gjelle Gjelalu qërë kejt për një dit i bitisin punë të dhe ta shkojnë gjennet e ti para Allah 1 milion dit dush me nejt ditën e logaris i nëmi ti për pëse unë mësja vera e bleva atë biletin a i më dha atë 1 milion mark unë e bleva 5 mark legal e kam morë o gjafeni legal edhe jo gjallarët një herë për gjithmonë nuk e keni vendos me i kuptu punë jo gjallarët nuk e keni vendos me pa mo këtë bot një dit për ditëve se di shka po bani, kini ngell me ato qitap të vetri, edhe sa pun me i qelësit. Unë do të tregoj diçka. Do të tregoj diçka, vëllai jam i dashur. Do të tregoj diçka shka është për ti e shpëtuse. Do të tregoj diçka shka është për ti e rregullore. Do të tregoj për ti diçka shka është në formën e shërbetit. Unë po të tregoj diçka për ti shka në sofrën e kësaj jete, e lun rolin e sikljashit, e jo rolin e rajës repës ifta për banjarit helmit. Shqo mirë, edhe ndëgjëm me vëmendje, sistemi loto, sistemi toto, sistemi bingo, në këtë botë nuk ashtë i formun për interesin tanë, aja ashtë i formun për interesin e njerëzve të menqur, të cilët për kadini nuk e kanë për që dera halal ashtë haram, se në qëtër feja janë. Për ka feja halal dhe haram të ato nuk ekziston.
ato e kanë shpikat edhe ashtë në interesin e ative, po ta thjeshtoj për me kuptu shka jem të thonë, po ta bajsh prosto, po janë dhe riunirën kejtë për e la pa përzhit që ta kuptojsh më njëherë. 81.600.000 banori ka shteti Gjerman. Këta janë thasha gjë ative në shpinë ratë, këtu po e thomë. 20 milion njerëz dhe luj lotën, prej kejtë ati populli, mas janë përzitash, kur ishin pa përzi kanë qenë 15 milion. Knot që po vjen 20 milion ondra, 20 milion krana, shofin në ondër për ka $1 milion. A këtë qartë? A qendra lotës e lishon një numër i cili ban me vete $1 milion. Sa ondra janë pa tepër? 19 ondra janë pa tepër. Qaj njëni numër, derin 34 vetë në ramë në mramje e ke vi ima on e ke verë. Si gjithmon i pagarantum. Edhe a i për natë del të thot këtë latë, ki njëri jonë për natë nuk mushet me ven. Do të thot, me qenë se hoxha, qështu i në gjanë kjo, hoxha i më kursi dhe të thot kështu. Gjennet ka, po je i pagarantum. Gjennet ka, po je i pagarantum. Namaz ka, po je i pagarantum. E gjithmonë të thot i pagarantum. Kur i thu këti e vëzëm të mirë? Të param dit? Nam, ditën dit shka i thu? I pagarantum, i pagarantum, i pagarantum. Shka i thu një dit ti? Edhe i pagarantum po, ri pagarantum pra. Se shkum na. Pse ati s'me i thu? Po s'me i thom ati se, ati s'me i thom se mas 20 vetë dhe një maron, bolla. Ati s'me i thom se mas, unë po të premtoj në emrin e Allahut, mas vdekjes ndoshta asot, një keni gjennet arduha samawatu wal ard, gjansirat e ati janë qilat dhe tokat, jo 1 milion mark, krasoj zjele. Zgjele cëllën e 1 milion mark tëne, halas po e kri. Vihim anë e gëveja. Si gjithmon, e pa garantume. 20 milion njerëz, ka 10 mark dojnë 200 milion mark në qendrën e lotës, 200 milion mark në qendrë, 1 milion tije pra, që i more, zime se i more. 199 milion ke kontributi dojnë me jam qunë qese me dëshirë. E pa dhe kushje? E pa dhe kushje? Punon në fabrikën e kimijës me mosk, nën sahat, a 199 milion jam qënë ative në qendrë a gje, edhe kujtojnë se ato për tije po punojnë. Ato s'po punojnë për tije, po punojnë për veti. Urno pra. Për një ondër mas 50 vetë dhe me fitu. Me fitu qëndrimin kom para Allahut 1 milion vetë. Palivrit, 1 milion dita palivrit prej venit hitë. E tash ajo loto ative zenginave ka shdrip të na. Ka shdrip të na me qëtër emën apo me qatë emën, edhe u që ditën gjemë të tonë. Lezim o gjemë për na i lujnë. Po për na i lujnë edhe gratë. Po për na i lujnë edhe gratë. Edhe për na i din edhe gratë shka të me thonë me fitu samuraj. Për na i din edhe gratë shka të me thonë me fitu një nisan. Që insanin përdër me fitu një insan qëtër. Inderuar i gjemot, të nderuar të ri, Allahu Gjelle Gjelalu, këto gjona rëpti ka ndalu për shkak se neve na kam suki islam, e thonë, ju nëse do një tjeni musliman, ju nëse do një tjeni rob të mi, vetëm një rrugë për juve ashe lejuar. Ajo rrugë ka emnin rruga e pulës, ajo rrugë ka emnin rruga e veprimit dorës gjatë, edhe atë shka e sjellni me juve, të shpia ju me dorën e gjatë, ajo është lumëturia juve në këtë botë, edhe ajo është fitoria juve para Allahu Gjelle Gjelalu. Me dorën e gjatë. Pun. Ajo musliman, i cili këtë botë me ndonë, i badet pa pun. Ajo musliman, i cili këtë botë me ndonë, i badet se qërë punojnë për muve. Ajo duhet nuk thita hadisi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Atje ku Rasulullah alaihi sallam një ditë prej ditave, e priti njonin prej sahabëve, mas namazit drekës ka qenë kjo bised, tha, ejme fulanun, lara, ku është filoni s'peshof, i than, innehu ja'budullaha fi dari, than, ja Rasulallah, a i pa i banë Allahu t'i badet shpire vetë, tha, inderuari, tha zotriju sallallahu alaihi sallam, wamen jut'imu,
kush për jep në hongër ati? Thanë kulluna, ja Rasul Allah, të gjithna për indihmojmë. I tha kullukum khajrum minhu, të gjithë jeni më dashur të Allahu se ai. Të gjithë jeni më dashur se Allahu te ai. Pse? Jeni më dashur se ju dhe ibadetin për e bani edhe punën, ai për e ban vetëm njënën. Për atë jeni më dashur. Pse ju për e bani edhe ibadetin edhe punën. Tha për atë jeni më dashur. Pra, Islami është punë, ka thonë Allahu në Kur'an, ku wakul ya'malu. Punoni. Punoni do me thonë falnu. Punoni do me thonë angazhoni dorën e gjatë edhe hani prej dorës juve. Inna Dawud khayru lukmatin akaltaha ma akalta min amali yadik. Më të kashorën e dashur që e ke hangër këtë botë është ajo kafshat të cilën e ke hangër prej gjastës tone. Fa inna Dawud a.s. kana ya'kulu min amali yadik. Dawud a.s. ishte farkatar, po i thojmë shqip, ishte kovaç, se makulaj e morë mi vesh. Ishte farktar. Tha a i hangër a ushqi prej dorës gjastë të vetës, ashtë ushqi prej dorës gjastë të vetës. Për fund kështu, një njeri, kur jam të Davudi a.s. një njeri, ka dhe janë pasabër gjemot. Interesant, me armë të këshirë të e bodë një punë, nuk të rasin ti me pasë, shka më banë, për më një artë pëjtë. Edhe krijën zarmë të e pasë ati, edhe ati do mi spjegusë. Erë një oni Davudi a.s. ishte të baru i lekat luftës. Për shafë shka më banë, për s'përdi shka më banë. Dhe të vesë, qka kjo tesh, jo më së të vesë, për shof, së më pritë këtë të krija, ajë të dhije kise, do se në lanë ta e ditë më njëherë. Milin kur ta morin, do kanë qef me gjithë shka më banë. O të shpia kikë si njërës. Gruja milin të pësipi magja, i verë i pimaton, shka më do me bo me ata. Po ka drajë kur gjosu bo. Dijet, gratë shka, gratë marën buk me zalë, me milë marën. Shka më do me bo me ta. Gdut kur ti peke, sa më ka dale pa. Qëfi. Shka pëndrish të ves, mës të ves, ajo maroj ke Dawud a.s. të ves, më në thunë, kur e kreu, boni sabër, alhamdulillah, kur e kreu Dawud a.s. i ashti një krapë. Ishte jelek i luftës i ndërtuar me mugjizët e Dawudit, në formën Dawudi e ponon të hekrin si gratë qërapin me krabës. E bante me krabës. Kur e veshi jelekin e luftës, tha, Ni'ma samtu wa qalilun fa'ilu. Tha, vetë njëri tha, shumë mirash me hesht, po pak po e bojnë. Shumë mirash me hesht, po pakica po e banë. Që vetë din shesh ka kana konë të maru. E kemi fjallën pra. E kemi fjallën. Para punëve që po ndodhin dërim, e para kësaj bote dhe prim. Fute dorën punë. Fute dorën punë, vladë jam i dashur. Fute dorën punë, mos lejo qertë me të shi. Mos lejo. Vetëm njonit në këtë islam ju ka leju qetri me afru ka fshatën dhe goja. Vetëm një njeri, kur kuj që tërkuj, fare. Vetëm njash, ho. Vetëm njonit ju ka leju qetri ka fshatën dhe goja me afru. Ka thë kusha me ki? Kusht të dalesht edhe, ju më do këtë si ajë, se nëmi të bo sabër. Me pase, pale kusht të tjetë ki. Në kalzojnë, veç banë sabër, ri. A thonë burri, kur i afron gruës ka fshatën të goja, e ka të lejuar edhe atëherë rritët a i shumë i madhë të Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu, për ka dobësia asaj, për ka mundësit femnore të asaj që sa shë mundur me bo mugjizën këtë botë. Nuk e ka qëllimin me mush lugën me bathë me avon të goja. Gru, se ka këtë qëllim islami jonë. Islami jonë a maj madhë, qëllimi islamit është që ti dorën e gjatë të angazhesh atë shumë e të meje kjo dora gjatë sa e gjata edhe e majtë e asaj. Këtë qëllim e ka. Ti të njarkojsh edhe të shkarkojsh në këtë botë për zonjën tane të cilës i ke dalë zote dhe ke tregu se ti e qadra e madhe në nëhijen e se cilës ajo mirë pushon. Punë. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu ka thonë në Kurani Kerim, inna alladhina amanu. Anë se ka thirë zonë gjemot. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ato që kanë bo besimin e shëndosh edhe pun të mira. Pra islami shka kana? Kana besim edhe kana pun. Nuk kana besim edhe ibadet, një loj prej lojeve të ibadetit edhe buk me mlonë që të kush. Jo! Islam, iman edhe pun, veprim, studim, laps, fletore, lodhje, deri sa për shpine edhe për majet hunës të redhin njerëzët, për veti edhe për ato që i kete shpia.
Këtë temë inshallah do ta vazhdojmë xumajat që po vinë, po me siguri se na kemi kaluar mujt e haxhit, tash jemi mujt e haxhit inshallah më vonë do ta angazhohemi për shpjegimin e atij ibadetit madh, Allahu xhalla xhelaluhu duke e lutur që këtë namaz xumaja prej neve, edhe gjithë ummetin Muhammed Mustafa s'kabul të ban inshallah. Duke e lutur Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu që zikrin ton, që të ta përmendim Allahun namaz, edhe jashtë namazit edhe deri tash prej neve dhe keve muslimanëve anë man botës kabul të ban. Ative që e kanë falë gjumon tërën këtë sahat, në ka janë në botë, o zëtë pranoje, e ative që se kanë falë halat e rimramje, bërë javë lep edhe ban javë mundur, që edhe ato në gjamit e veta, më shtetën të ti birë, ta falë namazin e gjumon, se o të javë pranojsh, lillahi l-Fatiha.